Si të pasurit po zhvendosen fshehurazi në Dubai. Ky është Dmitri Rol, edhe ai është një miliarder nga Rusia. Dmitri bëri disa investime të mira dhe shiti 2 kompanitë e tij të plerave për një shumë të madhe parash, e cila përfundimisht u zhndrua në një pasuri prej 11.4 miliard dollarësh. Ai vetëm po bëhet i pasur, vetëm në vitin 2023, ai arriti pasurinë e tij neto me mbi 1 miliard dollar. Por tani, si të gjithë miliarderët rus, Dmitri ka një problem të madh: sanksionet. Perëndimi filloi të godas pasi Putin pushtoi Ukrainën, por ata nuk po përpiqen vetëm të mbysin qeverinë. Vendet perëndimore kanë goditur me sanksione mbi 100 nga njerëzit më të pasur të Rusisë dhe kanë ngrirë rasetet e tyre. Për më tepër, Putini tani po u thot miliarderëve të tij që të vënë patriotizmin para fitimit. Pra, natyrisht, njerëzit më të pasur në Rusi po bëhen shumë nervoz. Miliarderët rusë që arritën të shpëtonin për pak sanksionet, si Dmitri, nuk do të rinë ulur dhe të rrezikojnë të humbasin gjithçka. Por për fat, ai ka një plan narratisje. Shihni, ndërsa çdo vend tjetër po i mbyll njerëzit si ai, ka një vend që po mirëpret miliarderë si ai me krah hapur: Dubai. Dubai është ikja perfekte për 0.001% të botës. Gjithçka që duhet të bëni për të marrë një vizë në Emiratet e Bashkuara Arabe